Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Debati për ndryshimin e pushtetit është i natyrshëm në çdo demokraci. Pas zhvillimeve të fundit në Hungari, ku Viktor Orban humbi pas shumë vitesh në qeverisje, shumë qytetarë po bëjnë krahasime me Shqipërinë dhe drejtimin e Edi Ramës. Megjithatë, është e rëndësishme që ky diskutim të zhvillohet me argumente dhe respekt për mendimin ndryshe, ku çdo vend ka realitetin e vet politik. E megjithatë, ndryshimi në demokraci vjen përmes votës së lirë dhe pjesëmarrjes qytetare. Për këtë arsye, fokusi duhet të jetë informimi sakt, debati konstruktiv dhe respekti për proceset demokratike, nëse do të ketë një përmbysje në vendin tonë. Rënia e Viktor Orban pas 16 vitesh në pushtet nuk ishte rastësi. Ishte produkti një akumulimi faktorësh, lodhje e elektoratit, akuza për korrupsion, kontrolli institucioneve dhe mbi të gjitha, një opozitë që arriti të bashkohet dhe të krijojë alternativë reale. Në zgjedhjet e 12 prillit 2026, opozita drejtuar nga Peter Magyar fitoi shumicë dërmuese, duke i dhënë fund një sistemi që kishte ndërtuar kontroll të thellë mbi shtetin, median dhe ekonominë. Çfarë e rrëzoi Orbanen? Konsumimi i pushtetit. 16 vite në krye krijoi lodhje tek votuesit më besnik, sistemi fillon të perceptohet si mbyllur dhe pa rotacion. Akuzat për korrupsion dhe kapje të shtetit. Raportimet flasin për pakënaqësi të gjerë ndaj elitave të lidhura me pushtetin dhe për qëndrim të pasurisë. Izolimi ndërkombëtar, politikat e tij shpesh e vendosën Hungarinë në konflikt me Bashkimin Evropian, mobilizimi i votuesve, sidomos të rinjve, pjesëmarrja e lartë dhe energjia e re politike ishin vendimtare, alternativa reale politike. Magyar nuk ishte thjesht opozitar, ai ofroi një projekt të ri dhe bindës. Po në Shqipëri, rasti i Edi Ramës. Krahasimi bëhet shpesh, por realitetet janë të ndryshme. Ngjashmëritë, qëndrimi gjatë në pushtet, akuza nga opozita për kontroll të institucioneve, diskursi for politik dhe polarizim, dallimet kyçe, opozita. Në Hungari, opozita u bashkua dhe prodhoi një lider të ri. Në Shqipëri, opozita shpesh ka qenë fragmentuar dhe pa një alternativë të qartë të besueshme. Sistemi elektoral dhe kultura politike. Rotacioni nuk varet vetëm nga pakënaqësia, por nga organizimi dhe vota reale. Momentumi politik. Ndryshimet të mëdha ndodhen kur përputhen disa faktorë, krizë ekonomike, skandale të mëdha dhe një opozitë fortë njëkohësisht. Kur mund të ndodhë ndryshimi në Shqipëri? Nuk ka një datë të paracaktuar, por nga analizat krahasuese, ndryshimi vjen vetëm kur plotësohen këto kushte. Një opozitë e bashkuar dhe me lider alternativ të fortë, pakënaqësi e gjerë sociale dhe ekonomike, mobilizimi i votuesve, sidomos të rinjve, dhe humbje e kontrolli mbi narrativën publike. Pa këto, edhe një qeveri shumë vjeçare mund të vijojë. Rënia e Orban nuk ishte mrekulli demokratike, por rezultati i formule konkrete. Lodhje, skandale, alternativ plus vot masive. Në Shqipëri pyetja nuk është kur do ikë Rama, por a ekziston sot një alternativë që mund ta rrëzojë? Nëse jo, pushteti vijon. E nëse po, ndryshimi bëhet i mundur, njësoj si në Hungari. Letëruajmë një komunikim civil dhe të shmakim gjuhën përçarëse. Vetëm përmes dialogut të hapur dhe të përgjegjshëm mund të kontribuojmë në një shoqëri më të drejtë dhe më demokratike. Shteti ka rënë. Ajo që ka mbetur është një band që përdor simbolet kombëtare si skenografi për të mbrojtur veten dhe zullumin e vet. Brenda mureve të ministrive nuk rremë zemra e ligjit, por interesi një strukture që punon me saktësi kirurgjikale kundër qytetarit. Investigimi ynë zbulon se zyrat e shtetit janë kthyer në bordello private. Skandali seksual në Ministrinë e Arsimit, i denoncuar nga avokati Arben Langozi, është vetëm maja e icebergut të një sistemi rekrutimi kriminal. Për të marrë një post duhet të kalosh hunj prove dhe të dorëzosh materiale komprometuese. Kush ka integritet goditet pa shkak, kush pranon bastardimin gradohet. Por asgjësimi i qytetarit nuk dalet në zyra, ai vazhdon në xhepat e çdo familje shqiptare. Ndërsa institucionet merren me afera intime, tregu është lënë në dorë të abuzuesve. Sot 1 kilogram domate shitet në mënyrë skandaloze deri në 5.000 lekë të vjetra, apo thon ndryshe 500 lekë të reja. Shteti toleron çdo ngritje çmimi, duke parë në heshtje se si buka e gojës bëhet luks. Alibi për këtë vjedhje është çmimi i naftës, një mashtrim i orkestruar nga vetë shteti përmes të ashtu quajturit bordi i transparencës. Ky bord është në fakt mjeti i koordinimit për ngritjen 10 fish të çdo çmimi, duke përdorur karburantin si arsyetim për të rrjepur qytetarët deri në palc. Ku shkojnë 20.000 fuçi nafte që dalin nga në toka shqiptare çdo ditë? Kush po i vjedh? Pse nafta duhet të vinë nga jashtë dhe për më keq, me çmimin më të lartë në botë, si pasojë e taksimit të tepër,
por edhe me cilësinë më të dobët të gjithë botës. Ndërkohë që tmerri vijon kur mos kontrolli apo toleranca në tregjet tona bën që çmimet të çmenden të gjitha, dhe ja ku jemi para faktit ku 1 kilogram domate që shitet me shumicë 100 apo 150 lekë të reja në treg me pakicë shitet deri në 500 lekë. Së shpejti pensionistët do të jenë të parë që do paguajnë diçka që edhe ti marrin erë fruta perimeve, se ti blejnë, s'do munden më me pensionet që marrin. E ndërsa populli vuan, skenografia e hipokrizisë vazhdon. Ministra Kumbaro del në shtëpi për vizita rehatije të patronazhistët e saj. Këta individ janë ura e së keqes që ka pllakosur vendin. Janë ata që shesin votën dhe dinjitetin për një vend pune, duke u bërë bashkëfajtor në këtë vrasje paqësore të kombit. Çdo patronazhist duhet ta ditë që po shfrytëzohet si mjet që kjo band përdor për të mbajtur të gjithëve peng. E vetmja buroj që na ka mbetur është të mos pranojmë të keq qeverisje dhe të mos heshtim ndaj asnjë skandali. Ne duhet të refuzojmë çdo ofertë të tyre derisa të detyrohen të dorëhiqen. Mos heshni ndaj patronazhistëve, u thonin në sy se ata janë fajtorë që kalbesir vazhdon të helmojë të ardhmen tonë. Rruga e vetme është rezistenca ndaj bastardimit që duan të na kthejnë në normë. Sipas sociologëve në Shqipëri, përshpejtimi i plagës së popullsisë po rindjeshëm kërkesën për shërbime për kujdesin ndaj të moshuarve, përballë kësaj nevoje, sistemi publik mund të ofrojë përkujdesje vetëm për 370 pensionistë në qendrat ekzistuese për të moshuarit. Në azilet private, tarifat arrin deri në 120.000 lekë në muaj, ndërsa për kujdestarët në shtëpi, pagesa arrin deri në 80.000 lekë në muaj. Sipas dokumentit politik për moshimin 2025-2030, institucionet shtetërore do të përgjigjen ndaj presionit demografik me politika për rritjen e pensioneve. Ndërkohë, drejtuesit e qendrave private kërkojnë stimuj dhe politika mbështetëse për të nxitur investime dhe zhvillim në sektorin e azileve. Qendrat kujdesen për pak persona, prandaj është e rëndësishme një financim nga ana e shtetit. Kujdestari për të moshuarit vijon të mbetet ndër profesionet më të kërkuara në tregun e punësimeve për punonjës brenda familjes në Shqipëri. Të dhënat nga databaza e portalit Chelsea dhe agjencisë së rekrutimit profesionistit tregojnë se në vitin 2025 në rang vendi u publikuan 9.776 njoftime për punësim në familje për kujdestar të moshuarish. Krahasuar me vitin paraardhës, numri i njoftimeve për punësime të kujdestarëve u rrit me 37%. Për punësime brenda familjes në vend, pozicionet më të kërkuar janë kujdestar për të moshuarit, kujdestar për fëmijët apo dado dhe për pastruese. Për të trija pozicionet në vitin 2025 u publikuan 16.200 njoftime. Sipas të dhënave, punësimi i një kujdestari për të moshuarit në vitin 2025 zuri peshën kryesore, duke përbërë 60 nga 61% në vitin 2024. Kërkesa e shërbimeve për të moshuarit është në rritje, sidomos për ata që për arsye biologjike, sociale apo financiare janë në gjendje nevoje e papërkrahje. Të dhënat e censit 2023 referuan gjithashtu se në të gjithë vendin, rreth 64.000 persona mbi 60 vjeç jetonin vetëm. Emigracioni e ka zgjeruar edhe më shumë plagën e vetmisë sociale dhe të moshuarve në gjendje vetmie, edhe pse një pjesë e madhe tyre kanë shtëpi dhe pensione të siguruara, por kanë nevojë për shërbime specifike të posaçme për shërbim dhe kujdes shëndetësor. Sipas të dhënave të censit 2023, numri i popullsisë grup moshës nga 85 deri në 89 vjeç kanë shënuar rritjen më të lartë me 79% krahasuar me të dhënat e censit 2011. Gjatë këtyre 12 viteve, rritja e lartë të shënuarit të popullsia grup moshës 65 deri në 69 vjeç me një rritje prej 63%. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Istat tregojnë dallime të theksuara mes qarqeve të Shqipërisë për sa i përket martesave dhe divorcave, ku për sa i përket divorcave kryeson Vlora dhe më pas e ndjekur nga Gjirokastra, ndërsa për sa i përket martesave është Fieri. Të dhënat më të fundit nga Istat tregojnë dallime të theksuara mes qarqeve të Shqipërisë për sa i përket martesave dhe divorcave. Vlora kryeson për numrin e divorcave me 21.2 të divorcuar për çdo 1.000 banor,
e ndjekur nga Gjirokastra me 18.7 dhe Berati me 16.9. Në vim, renditen Korça me 16.1 dhe Tirana me 15.7, duke treguar një përqendrim më të lartë të ndarjeve në këto zona. Nga ana tjetër, Kuksi rezulton qarku me nivelin më të ulët të divorceve në vend, me vetëm 5.8 për 1.000 banor. Edhe Dibra edhe Lezhë paraqesin nivele më të ulta, duke reflektuar një profil më konservator në raport me shpërbërjen e martesave krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Ndërsa për sa i përket martesave, Fieri ban vendin e parë me rreth 611 të martuar për 1.000 banor. Në Tiranë ka një numër më të ulët të martuarve me 513 për 1.000 banor, pavarësisht se është kryeqyteti i vendit dhe ku ka gjysmën gati të popullsisë së Shqipërisë, duke u dalluar si një qark me model familjar më pak tradicional dhe me peshë më të madhe të divorcave. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.